Rruga Ardian Kodra në lagjen Partizani prej disa kohësh është kthyer në një kantier punimesh. Në këtë zonë po punohet në disa drejtime, ku krahas ndërhyrjes në infrastrukturën rrugore po punohet edhe për vendosjen e kabullit të linjes 20 kW. Një investim ky shumë i rëndësishëm jo vetëm për këtë zonë, por edhe për një pjesë të qytetit ku kalon kjo linjë. Po punohet për kthimin e nga 6 kV në 20 kV të feederit 21 me 12 kabina, të 4 të rikonstruktuara dhe 8 të reja. Dhe me tensionin e ulët, i cili ka qenë me përcjas edhe kthehet me kablo. Do të thonë edhe parametrat në cilin do të vinë janë standardeve. Zona përfshin nga policia deri te rruga edhe shtoi i ri edhe shtoi i vjetër deri te ura Vraks. Realizimi është deri në fund muajit tjetër, realizohet komplet dhënia tension 20 kV. Punimet që po realizohen janë vlerësuar dhe nga banorët që jetojnë në këtë lagje, në cilën nuk është investuar prej më shumë se 30 vitesh. Kjo puna është shumë e mirë, tu ecë mirë është, përveç se kena një vërejtje se nuk është hap rruga në segmentet e saj të plota. Ka disa vende që janë ngushtu kanali dhe është ngushtu rruga që është 2 kalimshme, i këtu parametrit është 1 kalimshme që në vend në kanë 2. Punë tjera janë të ecë shumë mirë, për çdo ditë punëtorët punojnë, jena shumë të kënaqur në punë. Ballë mirë janë të punojnë janë ballë për shije, për kohë, më mirë s'ka, ballë mirë është kjo punë. I fije me vonesë, vazhdojmë monime se ke dimni po mirë. Investimi që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit pritet të përfundojë brenda 6 muajve nga nisja e punimeve.